Vllaznia ka marrë një fitore të rëndësishme 1-0 në Partizani në shtëpi. Mjaftoi goli Kastratit në fundin e pjesës së parë që kuqeblut të merrnin 3 pikë të rëndësishme në kampionat, duke marrë fitoren e katërt të radhës në kampionat. Normalisht e emocionuar kur lunë Shkodër përballë publikut shkodran, gjithmonë është emocion edhe që zoti çdo gjë që ashtu si e kishim planifikuar. Kjo edhe ta imponon ekipi kundërshtar më u tërheq pak më pa edhe dëshira për me bë mirë, dëshira për me fitu ndeshjen, dëshira me marrë vendin e parë prap. Por nuk mund të them që ishte taktik. Ishim përgatit me në blok mesën me zonë me kundërshtim shpejt Partizanin. Ne kishim rastet sepse 2-3 herë ka u mala u shfaqen para zonës, por duhet punojmë më shumë për ta finalizuar edhe me mbyll ndeshjen më shpejt. Sidomos në pjesën e parë sepse i kishim mundësitë. Ajo që na gëzon ne si staf është që nuk kena psu gol si në kupë si në kampionat, e kena marrë rrjedhën e paprekun, edhe kjo është meritë e gjithë lojtarëve. Partizani luajti dha maksimumin, u goditën në një rast ose 2 raste që kishte Vllaznia pjesën e parë dhe pjesa tjetër pastaj luajti nëse s'tem ne mos super lutem si të barabartë, po luajti një futboll i bukur, një ndeshje e mirë për gjithë tifozët dhe rezultati i shkojnë në favor Vllaznisë, kjo është jo i suksesa. Shkodër luat futboll, ekipi i Vllaznisë është ekipi i momentit në këtë moment, nuk besoj që do na ndikojë shumë, ne do vazhdojmë të jemi aty në luftën aty. Ka dhe shumë ndeshje, pikat aty janë, ne do vazhdojmë luftën tonë. Futbollisti i ndeshjes u shpall Sherif Kallaku, i cili u shfaq i lumtur për këtë fitore. Po normalisht trofeu është i shtys, është çmim që t'jep motivim, por më shumë lumtur jam që arritëm të jemi me pikë barabartë tashmë në vendin e parë dhe kemi pasur securi mjaft mirë dhe ç'ishte më e rëndësishme ishte që mos psonim gol. Po normalisht besoj kemi ardhur në formë optimale. Edhe kam theksuar edhe më para gjithmonë kemi pas probleme, kemi sakrifikuar për ekipin, por kur e shef nga jashtë nuk duket sepse kur je në fushën e lojës askush s'do t'ja di se je dëmtuar apo jo, vetëm ne kemi vuajtur atë pjesë, kështu që jam shumë i lumtur që s'kemi atë probleme më dhe po vim në formë optimale dhe ç'është më e rëndësishme janë 3 pikë dhe janë 3 fitore radhës. Me këtë fitore Vllaznia merr vendin e parë me 39 pikë, po Arsa Ignati në vend të dytë.